Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësimdhënësja Gonxha e Jubi. Punoj në shkollën fillore Bracpo Migjeni. Sot do të kemi një njësi mësimore për klaset e 8-ta. Të zbulojmë pra cila është njësia mësimore. Njësia mësimore pra në qenka për emrat e pacaktuar. Të lexojmë tekstin e mëposhtëm dhe të vërejmë fjalët e shkruara me shkronja të kuqe, çka tregojnë dhe pse përdoren. Bariu mbeti I shtangur me letër dhe florinj në dorë. Nuk dinte se ç'të bënte tani. Ushtari me fytyrë të qeshur I tha fjalët më të rënda që kanë dëgjuar ndonjëherë veshët e mi. Kjo gjë ishte sekrete dhe po të dëgjonte ndokush që të dy mund të mbesin pa kokë. Si t'ja bëj tani, mendoi, dhe pak edhe letrën e futi në krahëror, kurse Florit I futi shpejt në një grop në rënjë të plepit të gjatë 100 vjeçar. Pra nxënës këtu e kemi me shkronja të kuqe fjalën ndokush. Të vazhdojmë me tekstin në tutje. Në mbrëmje, kur u kthye Grigja në fshat, nisi të pyes tërthorazit të zotit në shtëpis, ku bunte atë natë, se cili nga fshatarët ishte më I shkolluari. Më I shkolluari, u step fshatari. Çfarë të shkolluarësh? Ne as që kemi parë me sy si duket shkolla. Do me thënë askush nuk di të lexojë në fshat, pyeste djaloshi. Thuaj se nuk I besonte. Askush. As krye plaku, as ai. Pra fjalët që ishin të nënvizuara me shkronja të kuqe, pra ishin ndokush, dhe këtu e kemi fjalën askush, dhe përsëri e kemi fjalën askush, të shohim, të zbulojmë se çfarë fjalësh janë. Fjalët e shkruara me shkronja të kuqe janë për emra të pacaktuar. Pra, ato fjalë, të cilët ne I lexuam me shkronja të kuqe janë për emra të pacaktuar. Për emrat e pacaktuar përdoren në vend të emrave për të treguar frymor, dukuri ose sende në mënyrë të pacaktuar. Pra, për emrat ne kemi përmendur se janë fjalë të ndryshueshme të ligjëratës, të cilët zëvendësojnë emrat, dhe për emrat e pacaktuar këtu pra tregojnë frymor dhe dukuri ose sende pra në mënyrë të pacaktuar. Për emrat të pacaktuar janë një, njëri, njëra, disa, ca, fare, dikush, ndokush, askush, kurkush, ndonjë, ndonjër, ndonjëri, ndonjëra. E të tjerë, pra edhe shumë ne vetëm këtu kemi përmendur vetëm disa për emrat e pacaktuar. Vazhdojmë. Disa përemra të pacaktuar ndryshojnë sipas gjinisë, si për shembull, njëri, gjinia mashkullore, njëra, gjinia femrore, ndonjëri, gjinia mashkullore, ndonjëra, gjinia femrore, secili, gjinia mashkullore, secila, gjinia femrore, cilido, gjinia mashkullore, cilado, gjinia femrore, të gjithë, për shembull gjinia mashkullore, të gjitha, gjinia femrore, tjetri, gjinia mashkullore, tjetra, gjinia femrore. Pra ashtu siç kemi bërë edhe me ngjyrat e kaltërta janë gjinia mashkullore dhe ngjyrat e kuqe janë gjinia femrore. Vazhdojmë më tutje. Zakonisht për emrat e pacaktuar që ndryshojnë sipas gjinisë edhe lakohen. Lakimi I disa përemrave të pacaktuar. Kemi gjinin mashkullore. Kemi njëri, për emrin njëri, ndonjëri dhe secili. Për emrat e pacaktuar dhe këtu kemi gjinin femrore njëra, ndonjëra dhe secila. Të lakoj pra për emrin e pacaktuar njëri. Njëri I e njërit, njërit, njërin, prej njërit. Ndonjëri I e ndonjërit, ndonjërit, ndonjërin, prej ndonjërit. Secili I e secilit, secilit, secilin, prej secilit. Gjinia femrore. Njëra I e njërës, njërës, njërën, prej njërës. Ndonjëra, ndonjërës, ndonjërës, ndonjërën, prej ndonjërës. Secila, secilës, secilës, secilën, prej secilës. Pra ky është lakimi I disa përemrave të pacaktuar. Pra kemi tri përemra të pacaktuar në gjinin mashkullore dhe tri përemra në gjinin femrore. Vazhdojmë më tutje. Lakimi I disa përemrave të pacaktuar. Dikush.
Dikush I e dikujt, dikujt, dikë prej dikujt. Ndokush. Ndokush I e ndokujt, ndokujt, ndokënd prej ndokujt. Disa. Disa I e disave, disave, disa prej disave. Askush. Askush I e askujt, askujt, askënd dhe prej askujt. Pra kemi këtu disa përemra të pacaktuar që I lakuam dhe pam se si bëhet takimi I tyre. Vazhdojmë më tutje. Nuk lakohen këta përemra të pacaktuar. Pra këto nuk lakohen. Një, të mbajmë në mend, ndonjë, shumë, tërë. Përemrat e pacaktuar në përgjithësi nuk ndryshojnë sipas numrit. Disa përemra të pacaktuar kanë kuptim mohor, si për shembull askush, kurkush, asnjë, asnjëri. Pra të mbajmë në mend sepse këto përemrat nuk kanë këto përemra të pacaktuar kanë kuptim mohor, pra askush, kurkush, asnjë, asnjëri. Kurse këto përemra të pacaktuar nuk lakohen ashtu siç u lakuan ato të tjera që I lakuam ne tek tabelat që I lexuam. Pra këto përemrat një nuk lakohen, ndonjë, shumë, tërë, pra të mbajmë në mend sepse këta përemra të pacaktuar nuk lakohen. Funksioni I përemrave të pacaktuar. Disa përemra të pacaktuar përdoren edhe veç, edhe të shoqëruara me emra. Kur janë të pashoqëruara me emra, kryejnë funksionin e kryefjalës, atë kundrinorit, në fjali. Si për shembull, garat olimpike I ndoqën të gjithë. Këtu e kemi pra përemrin e pacaktuar të gjithë, pra e kemi në vendin e kryefjalës. Garat olimpike I ndoqën të gjithë. Kush I ndoqi garat olimpike, pra e parashtrojmë pyetjen e kryefjalës dhe gjejmë përgjigjen që të gjithë, pra kryefjala është të gjithë. Do të përkrahim secilin që punon për të mirën e popullit. Këtu e kemi kundrinorin e drejtë, pra. Secili, pra, është kundrinorin e drejtë. E gjejmë me pyetjen kë. Kë do ta përkrahim secilin, pra secilin është kundrinori I drejtë. Kur janë të shoqëruara me emra, përdoren si përcaktor të grupit emror. Garat olimpike I ndoqën të gjithë nxënësit e shkollës son. Pra ja, të gjithë nxënësit, pra është përdoret si grup emror. Të mbajmë në mend. Pra çfarë duhet të mbajmë në mend? Çfarë është e rëndësishme për këtë mësim? Përemrat e pacaktuar përdoren në vend të emrave për të treguar frymor, dukuri ose sende në mënyrë të pacaktuar. Përemrat e pacaktuar nuk ndryshojnë sipas numrit. Përemrat e pacaktuar gjithë dhe kur përdoren si pjesë e parë e fjalëve të përbëra, ëja në fund të kësaj pjese nuk shkruhet. Pra kjo është shumë e rëndësishme të kemi kujdes pra këtu. Pra jo gjithë çka ose kurrë gjë, do të thënë këtë ëje në mes, nuk duhet kështu ta shkruajmë, por duhet të kemi kujdes se kjo ëja zhduket dhe shkruhet gjithçka. Gjithë secili, gjithë fare, kur gjë, kur kush, të mbajmë në mend nxënës. Edhe një herë të përsërisim, këto fjalë nuk shkruhen me ë në mes, sepse edhe nxënësit vazhdimisht bëjnë gabime kur shkruajnë ndonjë temë të lirë për hartim, çdo herë I shkruajnë me ë në mes. Pra, gjithçka, gjithë secili, gjithë fare, kur gjë dhe kur kush. Do të thënë këto nuk shkruhen me ë këtu në mes, po pa ë. Ndërkaq, përemrat e pacaktuar njëri tjetri dhe shoqi shoqin shkruhen me vizën në mes, ashtu siç edhe I kemi shkruar ne. Ja, pra njëri tjetri, këtu e kemi vizën në mes dhe kemi shoqi shoqin, e kemi këtu me vizë në mes. Pra shkruhen me vizë në mes edhe duhet të kemi kujdes që çdo herë këto t'i shkruajmë në këtë mënyrë, sepse gjuha shqipe ka rregullat e veta, ka dhe normat e veta, prandaj duhet të zbatojmë dhe mos të bëjmë gabime gramatikore kur shkruajmë hartime apo tema të lira, sepse me të vërtetë nuk do të kemi gabime, nuk duhet që të kemi gabime dhe të
ndjekim dhe të shkruajmë bukur gjuhën shqipe, sepse ju jeni nxënës dhe ju duhet të mësoni që këto gabime mos i përsërisin. Prandaj, edhe qëllimi kryesor i kësaj ore edhe të gjithë oreve në gramatik është që më pak të bëjmë gabime dhe mos i përsërisim gabimet. Që i përmendëm këtu, ja, si ky shembulli këtu i dhënë, ku pra është e shkruar me ë në mes, pra mos t'i bëjmë këto gabime në të ardhmen. Shpresoj se ju pëlqeu mësimi dhe ju faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim në orët e tjera. Ju faleminderit, ditën e mirë.